Gjoska është gati, tani vjen sinjalizimi, një sfida në Gjilan me topin e parë luajnë futbollistët e Llapit. Bytyqi Rama, sa i mirë pasimit e Paftiu, i cili shkon me këto pasim drejt Tahirit, ja mundësia Hasani, pothuajse në vijën fatale, largot ai top. Rast shumë i mirë, aksion i rrjedhshëm ishte ky nga skuadra e Llapit në anën. Ajzera, kjo mund tjetë rrezik për Llapin, veton Tusha i shpejt, Tusha kërkon hapësirën goditja e tij mbi port. Rasti i parë për intelektualët. Duar Trokiti. Anaj dhe Uka. Harkimi ti Tusha, intervenim spektakolar nga Qoriq. Rasti më i mirë për dritën, vazhdon aksioni, Kostishin. Goditja e Paftiu të rrezikshëm, 1-0 Llapi. Avancon skuadra llapiane, kush tjetër për sëri ai. Qyth një Arti Tahiri, minuta 28. Goli i 10 në 8 ndeshjet e fundit për Arti Tahirin. Duket se është pozicioni ashtë loje. Nga gjua trupit, po tani e kuptojmë. Anulohet goli, betet 0-0. Ramadani mirë, Hasani, Gashiani. Elvir Gashiani, sërish e që në krah. Mundësia për Llapin është kjo goditja. Jashtë përfundon. A ishte Hasania, i rasti parë në pjesën e dytë. Zylfiu Samir. Zylfiu. Shojmë këtu rasti, goditja. Devio topi. Korner. Rasti më i mirë i dritës në pjesën e dytë. Ishte Ovuka kë minute. Sa shumë lojtar me fanelat kaltër e parë, janë aty para portierit Qoriq. Harkimi, goditja, 1-0! Gol me arom, titulli është kë. Eliasa Zylfiu ka shënuar direkt nga goditja e dënimit. Minuta 84. Shpërthen festa, shpërthen stadiumi. Sheni se stol tani në Gjilan. Pejtullau është gati. Kaq mjafton, mund të nis festa. Dritar skuadra kampione në Superligën e Kosovës në edicionin 2024-25. Titulli i 4 në histori të klubit për intelektualët që kurorëzojnë në mënyrën më të mirë një stinor fantastik që e kam pasur si vjetë.